Zura një mesazh në telefonin e tij dhe në këtë mesazh shkruante: "Të lutem, më mirë kupto, mos më shqetëso edhe pak. Ti e din që nga kanceri nuk ka shpëtu njeri. Kështu që për pak kohë flasim dhe më pas do t'jemi të lumtur." Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi ditën e sotme me një letër që do t'ju përlot të gjithëve. Këtë letër ma ka shkruar një grua nga onkologjia e Tiranës, e cila ndan shqetësimin e saj, dhimbjen e saj të madhe që e mbart në shpirt. Lëre njerë se fillimisht po lufton me kancerin, me sëmundjen e cila po trondit botën, por lufton edhe me një realitet tjetër që pa marrë parasysh shëndetit e saj, burri i saj bën ca vepra të patolerueshme. Ajo që do të dëgjoni, më besoni që do t'ju rëndoj emocionalisht, ashtu si që më rëndoj mua dhe kur e lexova këtë letër për herë të parë. Përshëndetje Tiranë, unë që po shkruaj këtë letër, jam një grua 48 vjeçare nga onkologjiku i Tiranës. Nuk e prisja që jeta ime do të vi kështu. Unë e them fundi im, por universit nuk i dihet, Zoti bën mrekullira. Do ta nis ta shkruaj këtë letër që në fillimet tona, që në ditën kur ne u njohëm, që në ditën kur ne i dham besën njëri tjetrit që nuk do ta tradhtonim besimin. Unë e mbajta, ndërsa ai jo. U njohëm në shkollën e mesme. Aty nisën pëlqimet tona të para, që sot në këtë ditë me thënë të drejtën i kujtoj me shumë nostalgji. Për mua ishte në atë kohë gjëja më e bukur që unë kisha njohur, partnerin e jetës. Nuk ishte si në ditët e sotme, ka qenë jeta pak më ndryshe, por momente romantike si çift me patjetër që kemi kaluar. Shkoja në shkollë me mendjen tek ai. Fleja në gjumë me mendjen tek ai. Zgjohesha me mendjen tek ai. U shndrua një botë e re në botën ku unë jetoja që realisht nuk e kisha imagjinuar se mund të ekzistonte. Vendosëm që të fejohemi. Kur vendosëm që të fejoheshim, për mua ishte gjëja më e bukur. Ndjehesha e plotësuar shpirtërisht. Kisha gjetur partnerin e jetës, kisha dhe familjen, do të them që isha vajza në atë kohë më me fat. Pas 4 muaj fejes, ne u martuam sepse do duheshte që të udhtonim për në Greqi, atje ku edhe ne do të nisnim jetën tonë. Jeta në Greqi, për ata të cilët jetojnë, e din shumë mirë se si emigrant, nuk është jetë e thjeshtë, nuk është jetë e lehtë. Fillimisht një herë u ballafaqua me sfida shumë të rënda, sidomos në 2 vitet e para derisa siguruam punën edhe shtëpinë stabile ku ne do të jetonim. Ishin 2 vite me shumë sfida, 2 vite pa bukë me bukë, 2 vite pa lek me lek, por asnjëherë thyerje besimi, asnjëherë humbje të dashurisë, të paktën nga ana ime. Verës ktheheshim në Shqipëri, rinim si të gjithë të tjerët 2 javë dhe më pas shkonim përsëri në Greqi. Kur u kthyem në Greqi në vitin e 2 nga pushimi, gjërat filluan që avash të ndryshonin. Momentet tona u bën më të pakta. Bisedat tona filluan që të ralloheshin. Ai rinte shumë i ftohtë, ai rinte shumë i ashpër. Nuk është se kishte një komunikim me mua siç komunikimi ishte më herët. Dhe unë fillova që të dyshoja se në marrëdhënien tonë diçka po ndodhte. Vrisja mendjen natën, thoya që ndoshta ka probleme me biznesin, ndoshta ka probleme me faturat, jeta në Greqi nuk është si në Shqipëri, dhe nuk dëshiroja që t'i bëj presion. Edhe pse anashkalimet e atij
ishin goxha të dukshme. Një ditë vendosa që ta pyes, por jo që të më shkonte mendja se ai kishte një marrëdhënie tjetër. E pyes se mos ke ndonjë hall, më tha, lëre, mos u shqetëso ti. Janë problemet e punës. Rëndësi ka që ne të jemi të lumtur. Aty më ngrohu pak dhe vazhdova të bëja punët e mia. Një ditë prej ditësh, pas muajsh me thënë drejtën nga kjo gjë, vendos që të shkoj në marketin që e kishim afër banesës ku ne banonim, të blej një diçka për në shtëpi. Dhe në momentin që unë ik, shoh një skenë që realisht nuk doja që ta shoh kur dhe nuk ma besonin dot syt, sepse ishte njeriu që unë e kisha besuar pafund. Ai ishte në makinë me një vajzë tjetër. E ktheva kokën ta shoh edhe një herë, thash se mos bëj gabim, ishte më se e vërtet. Do të dyshoja që mund ta ketë ndonjë kolege nëse do të ishte një qëndrim normal, por unë i pash duke u puthur. Kthehem në shtëpi, e mërzitur, e stresuar, nuk kam fjalë si ta përshkruaj atë moment që mua më tronditi krejtësisht. E prita që ai të vinte në shtëpi. Erdhi, nuk i thash gjë. Këtë të vërtetë e mbajta me javë në zemër derisa unë e vërtetova që nuk ishte një shoqëri, por ishte një marrëdhënie mes atyre të dyve. Kur ja pranova këtë gjën, mu betua në atë kohë që do të ndaheshte. Edhe pse dyshimi dhe frika lindi tek unë këtë gjën e mora shumë për zemër. Sa që në trupin tim mu shfaq një njollë. Një njollë që mua më dërgoi drejt analizave më të gjëra për të kuptuar që unë kisha marrë një tumor. Dhe ky tumor ishte krijuar nga stresi që unë kisha përjetuar për 1 vit e gjysmë me radhë. Hypa në makinë edhe vetëm i pata thënë që të vi turp. Më tha mua nuk janë gjërat ashtu siç i ke marrë ti. Unë me atë kam mbaruar çdo raport. Tani qetësohu, të luftojmë për shëndetin tënd. Fillova që ta besoja, mundosha të riktheja prap besimin sepse në bisedën që bëra me mjekun më tha në qoftë se i merrni gjërat me besim, edhe mund të riktheni çdo gjë të bukur që ju keni patur. E besova. Fillova që të investoj në marrëdhënie, fillova që të investoj në lidhje. Doja që të jemi siç ishim dhe i thoja vetes haroj të gjitha, mos u merr më me këto gjëra. Në momentin që ktheva në Shqipëri, shkaku i kushteve për të bërë himioterapin, edhe këtu nga që kam mamin pranë, zura një mesazh në telefonin e tij dhe në këtë mesazh shkruante: të lutem më mirë kupto, mos më shqetëso edhe pak. Ti e din që nga kanceri nuk ka shpëtu njeri, kështu që për pak kohë flasim dhe më pas do të jemi të lumtur. Këtë gjë nuk ja kam treguar askujt, po e vuaj çdo natë në spital dhe po qaj si fëmijë. Një njeri që unë e desha, ma ktheu shpinën. Nuk di se çfarë të bëj, të vdes me gënjeshtrën e atij apo të heq dorë dhe të shoh shëndetin tim.